Kreativiteti, fryma rinore, mesazhet e sfikatura, pankartat e frymëzuara nga memet, diferencuan revoltën qytetare në mbrojtje të Zvërnecit që tashmë cilësohet nga protestuesit si revolucioni i flamingove. Mes pankartave të protestuesve nuk mungojnë ato në gjuhën angleze që i drejtohen vajzës së presidentit amerikan Ivanka Trump dhe që kanë bërë xhiron e rrjetit duke u publikuar gjërësisht edhe në mediat prestigjioze amerikane. Mesazhe të tilla si Ivanka mbaj duart larg nartës apo Ivanka shkon në shtëpi janë në thelb të protestës që kundërshton investimin amerikan në Zvërnec. Fillesa e revoltës ambientaliste ishte investimi në peizazhin e mbrojtur të Zvërnecit, por më pas zemërata qytetare u intensifikua pas publikimit të videos ku një roje private tërhiqte zvarr një protestues. Kështu kauza e kësaj revolte shkoi më tej me kërkesa për rrëzimin e gjithë kastës politike. Përmes pankartave të rinë e të reja shfaqen të papërfaqësuar si duhet dhe të zhgënjur nga politikanët që kanë dominuar 3 dekadat e fundit, Edi Rama dhe Sali Berisha, duke përdorur inteligjencën artificiale dhe kreativitetin përfaqësuesit të shfaqin në pankarta portretin e Ramës dhe Berishës, duke i pikturuar ata si plaçkitës të tokave shqiptare.